Siç është votimi, antarët kryesor subjekteve politike kurdoqoftë do duhet të distancohen në lloj forme nga qendrat e votimit. Unë jam sigurisht dakord që të shkojnë të ketë një lloj vëzhgimi për të parë mënyrën se si procesi po vijon, po nuk mund të shkohet tani dhe të bësh nga këto lloj ndërhyrje. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Çdo më thënë që nuk është shumë sa thjesht deputet, pra ka përgjegjësi dy fish në këtë vend. Ka shkuar aty sepse besoj është njoftuar. Po monitoron ai, është në drejtën e vet monitoroj. Dakord jam unë, por që këta persona duhet të rinë lart, qoftë nga majta, qoftë nga djatha, qoftë nga partitë e reja, duhet të ketë një lloj distancimi sepse krijojnë impakt këta. Dhe mund të prodhojë incidenti dhe me prezencën e këtyre. Po. Dhe që më tepër një individ që është unë do gjykoje që nuk është impulsiv nga natyra. Nuk është impulsiv dhe kudo që shkon i trazon pa kujrat, shkakton incidente, kështu që nëse ka shkuar në vorë tani të presim mund ndodhet diku tjetër. Prandaj them që po ama ka gjë, personi i cili është konfliktuar zoti Noka nuk është një person i zakonshëm. Jo, ai tha emër mbi emër, ja tha. E tha emër mbi emër. Madje i tha që edhe ke kërkuar të pish kafe me mua, dhe nëse kjo është e vërtetë ajo është akoma dhe më implikuese, sepse nëse sot zoti Noka dyshon që ata ndikojnë në mënyrën e votimit dhe i ka kërkuar ndihmë përpara, pra nëse ka pasur prapaskena, nëse është ka kërkuar tiket në krahun e tij, atëherë kjo nuk është thjesht rastësi ditën e sotme. Pra nëse biseda, ideja ime është kjo, nëse biseda është reale, që i thotë zoti Xhabafti, që i kërkuar të pish kafe, i bie që zoti Noka ka pas indicie më përpara dhe ka ditur rrezikun. Ama nëse zoti Noka ka bërë këtë veprim, sepse zoti Xhabafti s'ka planuar të bashkohet Partisë Demokratike ose ndihmoj zoti Noka, atëherë ky konflikt nuk besoj që fillon sot. Pra ka një prapavitje të mëparshme. Që mund të jetë nati, leti, po, një dorë refuzuar. Një dorë refuzuar. Kështu që jam krejt okej me atë, jam krejt okej, po pavarësisht domethënë asaj se çfarë mund të fshihet në prapasken, unë do gjykoja fort që neve sot na duhet të tregojmë qytetari. Edhe po të shohim, okej, ka pasur incidente siç kjo, okej, kjo është flagrante kuptimin që është një deputet i përfshirë që shkon orienton një lloj presioni në një ambient votimi. Por rasti i Pogradeci, siç e tham, është i rëndë. Do të kuptojmë që deri në këto momente, re që flasim, kemi pasur incidente, sigurisht kemi pasur incidente, ka pasur lushnja, nuk kanë qenë masive, ndoshta vite tjera mund kemi parë edhe më shumë tensione në edhe plagosje, edhe vrasje. Faktikisht ditën e zgjedhjeve nuk kemi pasur, ajo që i bën përshtypje. Ditën e zgjedhjeve nuk ditët e zgjedhjeve zakonisht kanë qenë të qeta. Para zgjedhjeve ka ndodhur. Domethënë në këto zgjedhje tensioni nuk e di dhe nuk e kuptoj arsyeën pse po ndodh ditën e zgjedhjeve ndryshë, sepse jemi mësuar të shikojmë para ditës së zgjedhjeve zakonisht për plasje. 2-3 ditë përpara. Dita e zgjedhjeve zakonisht ka shkuar pas një incident, sigurisht në një incident sporadik, por shiko, vitën përpara ka pasur se ke pas raste edhe ditën e votimit që ka pasur rastin që u Lesh që u pra një person. Jo, ajo bot shumë kohë. Jo, ajo 2017. Po mirë, në parzjedhje para 2021 ishje pati 3-4 ditë para. Domethënë, nuk kemi pasur të zgjedhjet lokale, nuk e kemi pasur thash ditën e zgjedhjeve. Dita e zgjedhjeve. Dakord jam, ka qenë më po sigurisht, shiko. Po të shikoj ajo që duhet kuptoj unë pse pikërisht në këto zgjedhje kemi këto, sepse nuk duken thelbësore si konflikte, duken më shumë inate, nervash apo rënje nervash midis grupeve të caktuara apo individëve të caktuar, sesa një përplasje e madhe e Partisë Socialiste me Partinë Demokratike. Dëgjova atë në rastin e Dibër, pati moment një incident në orët e vona mbrëm. Po. E kam jeta vdekja, tha se kam 12 vite në opozit. Këtu kuptohet, këtu mund ta përkthesh gjën. Përse do duhet ketë një lloj tensioni apo një lloj, le të themi, situata komplekse që prodhohen edhe ditën e votimit. Sepse realisht unë kam bindjen e plot që ka individ opozitar pafund në vendin ton që këtë, le të themi, këto zgjedhje i shohin ndryshim dhe për jetën e tyre. Sepse janë 12 vite në opozit. Do shta mund të pasur një pozicion pune 12 vite më përpara, ka ardhur pushteti e ka ndrruar, dhe të rish me shpresën që të ndrojë pushteti politik do duhet që ti të reagosh me forcë. E qartë. Ndërkohë regjia kam sjell linkun, emailin e Egon Lolit i cili po pret për t'u lidhur. Unë do të thoya vetëm diçka. Problemi është që Andi ka të drejtë që ka shumë qytetarë të cilët janë atashuar fort me një parti, siç mund të jetë rasti me Partinë Demokratike dhe kanë 12 vite në opozit, ama ka një gjë dhe mund kujtojmë në zgjedhjet e 2021-shit, vrasjen që ndodhi për shkakun e mbrojtjes votës, po me Pirin Xhuvanin, çfarë ndodh?
qytetari në fund të ditës, në qoftë se ndikohet politikisht, emocionalisht dhe ndërhyn, është ai që e vuan pasojën. Deputeti, organizatori, ku dëgjon shefi elektorali, shtabit e tjerë vazhdon jetën e tij. Zoti Gazmend Bardhi vazhdon sot e kësaj dite është deputet, ka shkuar nga Elbasani në Fier, ndërkohë që ai tjetri është në Burg. Në këtë kuptim, ajo që dua të bëjmë thjesht qytetarëve është që mos ndikohen emocionalisht për t'i parë jeta vdekje këto zgjedhje në kuptimin e diferencës së jetës tyre ose ndryshimit. Jam dakord që është mënyra e qeverisë. Është e pamundur, Marsil, është e pamundur sepse realisht ne e dimë që realiteti shqiptar gjithnjë ka prodhuar një lloj shoqërie e cila ka qenë shumë ngushtë e lidhur me partinë politike. Më thënë, militantizmi i natyrës ekstreme që shkon deri në një lloj venerimi edhe të liderit partisë, që sigurisht edhe të figurave të tjera të cilat janë deputet. Klasa politike imponon këtë lloj modeli. Ata e kanë fajin. Edhe fushata e tillë ka qenë. Domethënë të qarkulloj e gjithë fushata zgjedhore rreth 2 individëve, domethënë kryetarit partisë, liderit, domethënë unë e konceptoj të vështirë që prodhon këtë lloj realiteti dhe sigurisht them që është e vështirë që unë e vlerësoj shumë thirrjen që i bën qytetarëve sepse është realisht thirrje që i bën një qytetar i cili e koncepton një lloj demokracie, kupton rolin e tij në shoqërinë shqiptare, kudo që mund të integrohet, po flasim për rastin tonë dhe i jep vlerë dinjitetit të tij dhe votës që shkon e jep. Por në kushtet aktuale nuk po them se këta mungojnë, sigurisht këta janë në Shqipëri, por janë kryesisht elektorati gri. Të drejtë. Elektorati gri i cili sot u gjykoi ende nuk ka dalë. Në qoftë se regjia mund të nxjerrë një moment të tabelën e KQZ-s për të parë pjesëmarrjen deri në orën 1 janë 27.22% e qytetarëve shqiptarë me të drejtë vote. Gjysma ditës që ka ikur. Gjysmë ditës. Pra deri kupton, janë 7% më pak në krahasim me 2021. Me 2021. Pse është kjo përqindje ulët? Unë dua të bëj këtë pyetje ande. Pse është kjo përqindje ulët? Domethënë në pjesëmarrjen në zgjedhje. Është për shkak të mungesës së ofertës politike? Është mosbesim ndaj lidershipit politik, po flas për të gjitha partive, jo vetëm të një partie. Jo, kjo është për opozitë, kjo është opozitë apo është një lloj, le ta themi, vote e bardhë, si quhet në Europë, që është mospëlqimi i gjithë klasës politike. Pra për ata qytetarë të cilët nuk dalin të votojnë, mos këte kanë, si le të themi, një abstenim. Unë do doja mendimin e Redit direktu, po janë analizë Redi nëse do ta shite. Për mua është, domethënë kush, duke qenë se unë jam marr vazhdimisht edhe me zgjedhjet, domethënë pjesëmarrja është treguesi i ndryshimit ose stagnacionit. Në rastin konkret, ky numër i ulët, kaq i ulët në pjesëmarrje tregon që është domethënë në favor të mazhorancës. Në kuptimin që nëse do ishte 3%, 4%, 5% më i lartë, ju garantoj që kjo do shkonte e gjitha në favor të opozitës. Pra, këto janë shifra demoralizuese për sa i përket një ndryshimi politik që mund të prodhojnë këto zgjedhje për sa i përket se kush do ta qeverisë këtë vend. Qytetarët në rastin konkret mos prezenca e tyre, mos pjesëmarrja e tyre tregon një lloj, le të themi, demotivimi për sa i përket leadershipi, ka përgjegjësi Redo? Leadershipi politik i gjitha partive. Absolutisht leadershipi ka përgjegjësi, por thash ta lexojmë këtë fotografi, përsa e kam Egon. Përshëndes. Jemi live, kënaqësi që të kam. Nuk e di a dëgjohemi? Po. Okej. Kështu që neve unë thjesht po bëj gati, ndërkohë do të ftoj në sekond për të marrë për të bërë pjesë e panelit. Pra, në këtë kuptim, kjo pjesëmarrje e ulët është një sinjal shumë i keq për sa i përket rezultatit. Rezultati zgjedhjeve, jo vetëm rotacione, qytetarët duhet votojnë. Ka drejtë Andi, këtu duhet qytetarët duhet votojnë, tjetër gjë se kush fiton. Fakti që qytetarët ka rëndësi të shprehin vullnetin në fund ditës. Janë për sa i përket zgjedhjeve, janë, le të themi, refuzojnë të marrin pjesë, do të thotë që e gjitha shkon në favor të mazhorancës dhe unë dua ta them shpesh këtë gjë për të inkurajuar edhe më shumë qytetarët që nëse është një vot pro mazhorancës, le të jetë një vot e njerëzve që votojnë, jo e njerëzve që abandonojnë zgjedhjet. Ndërkohë, Egon, kam ftuar Egon Lolin. Egon, kënaqësi që të kam. Gjithashtu kënaqësi, përshëndetje edhe kolegët edhe shokët e mi që janë aty në studio. Përshëndetje edhe nga ne. Egon, si po e lexon fotografinë e deri tanishme të këtyre zgjedhjeve?
Redi, nuk e di si është koha aty në Tiranë, se këtu ku jam unë, sigur u vrejnë pak. Dhe shpresoj që pjesa e dytë e ditës përkundrejt kësaj vrejtje së kohës të jetë më e mirë sa i takon rezultatit të pjesëmarrjes në kutitë e votimit. Egon, rregulloje pak kamerën. Egon, rregulloje pak kamerën. Në momentin që u futa Egon, live, sa i takon pjesëmarrjes në zgjedhje, me një përqindje që jemi duke konsultuar, po them, minut pas minuti, edhe tani që flasim është rreth 29.54%. Egon, Me vitin 2021 me 25 prillin në zgjedhjet e përgjithshme është mbi më pak se 6%. vetëm 1 minutë. Egon, të lutem, vetëm rregulloje pak kamerën, sepse ka mallë se të bie strisha këtu te pjesa ku po flet. Domthon, ngreje pak më shumë. Kështu që vazhdojmë. Egon u shkëput më duket. Okej, vetëm sa të bëhet gati, sa të përgatitet regjia. Dhe sigurisht e lek ajo pjesa që the është një përqindje shumë e ulët votimi, që sigurisht ne po shfrytëzojmë këtë hapësirë transmetimi maraton këtu në NTV për t'ju bërë thirrje të qytetarëve, pra për shprehur vullnetin e tyre politik në raport me këto zgjedhje, kudo që ta çojnë votin e tyre, mjafton të jetë një vot e orientuar me bindje të tyre të brendshme dhe që sigurisht reflekton atë ndjesinë që ata kanë ndaj një subjekti politik apo qoftë edhe ndaj një programi qeverisës, që sigurisht ishte shumë i pakët programi qeverisës në këtë fushat. Është çike vështirë ndoshta të orientojë votën për program qeverisës nga partitë politike, shumë pakta ishin, në dy subjekte domethënë. Si shpjegohet marrësit që gjithmonë në zgjedhje nuk dëgjojmë në Kosovë, nuk dëgjojmë në Maqedoni, te shqiptarët e Maqedonisë, nuk e dëgjojmë. Është fenomen vetëm to. Egon, mirë se erdhe. Vetëm ngreje pak atë sepse ka mallin që strisha mund të Okej. Unë mendoj Redi që, siç e thash pak më përpara, imponimi i këtij modeli është imponimi i klasës politike. Çdo të thotë, militantizmi polarizues, militantizmi i cili do të shikoj subjektet, pra njerëzit votuesit si ushtri dhe jo si qytetar të këtij vendi, të cilët thjesht shprehin vullnetin e tyre, çon në gjitha këto raste që ne po i diskutojmë dhe po i përmendim. Pra, dhe një rast tjetër është rasti i Lushis, në cilin komisioneri kishte bërë sherr me një nga anëtarët e komisionit, sepse njëri pretendonte që të fikishin kamrat që regjistrojnë votimin, sepse qytetarët do ndjenin trysni, tjetri thoshte të rinë kamrat ndezur. Njëri pretendonte që nëpërmjet kamrave mund të shikojë vota ose vullneti i votës, tjetri thoshte jo, kamrat duhet të rinë ndezur se kështu është ligji. Imagjino domethënë deri në çfarë konfliktesh, të cilat janë për motive shumë të dobta dhe gati banale, absurde, shkon tensioni për të shprehur gatishmërinë e tyre politike. Në vend që të ishte një ditë në cilën qytetarët shkojnë shprehin vullnetin pavarësisht rezultatit, në fund të ditës do fitojë një subjekt politik. Grupe interesi janë, nuk është se po lufton, le të themi, ku dëgjon një band kriminale me një religjon. Edhe dihet kush është e mirë, kush është e keqja. Secili grup ka ofertën e tij politike, po që të shkojë deri në atë ekstremitet, që ti të kërkosh me forcë nëpërmjet dhunës se kush do të qeverisë vendin, ndërkohë që pretendimi i politikës, organizimit politik është të zgjidhen ata që kanë programin më të mirë, që kanë virtyte, ata të cilët reflektojnë etikë, angazhim publik etj. Dhe kanë fajin. Dhe këta politikanë, ju kujtohet nëse ju mbani mend 2021 se si u shpreh zoti Xhelal Mziu në ato kohë kur mbas ndodhi rasti i Elbasanit, le ta provojnë thotë ndi për ditën e përgjigje do kenë. Ç'a tregon ky model? Në moment që një për 2021. Po, në moment që një kandidat për deputet arrin deri aty sa thotë kush prek votën, rrezikon jetën e tij dhe do ekzekutohet, kjo është si mund të zgjidhet një person i tillë. E qartë. Po, Egon. Po flisnim për sa i përket pjesëmarrjes. Pastaj dalim te këto thash fotografia e përplasjeve që po ndodh pak a shumë, si e lexon? Po, isha duke folur për pjesëmarrjen, edhe demokracinë në zgjedhje pjesëmarrja e shqyrton, në kuptimin që një pjesëmarrje masive siguron një përfaqësim të gjerë